Pacientët me diabet kanë një rrezik më të lartë për probleme orale, veçanërisht inflamacionin e gingivave dhe sëmundjet paradontale, të cilat mund të çojnë në humbjen e dhëmbëve. Diabeti gjithashtu ndikon në uljen e prodhimit të poshtymës, duke rritur rrezikun e infeksioneve dhe dëmtimeve orale. Gjatë procedurave dentare si ekstraksionet, ata mund të kenë hemorragji të shtuar për shkak të ndryshimeve në gjak. Këshilla për kujdesin oral. Higjiena orale. Larja e dhëmbëve me furçë cilësore dhe përdorimi i fillit dentar janë thelbësore. Shmangja e duhanit. Duhani përkeqëson shëndetin e gingivave dhe rrit rrezikun për kancer oral. Dieta. Kufizimi i sheqernave dhe pijeve të gazuara ndihmon në mbrojtjen e dhëmbëve dhe ruajtjen e shëndetit sistemik. Trajtimi i gojës së thatë. Pirja e ujit dhe përdorimi i produkteve për lagështimin e gojës ndihmon në lehtësimin e simptomave. Vizita te stomatologu. Kontrolli i rregullt çdo 6 muaj është i domosdoshëm për parandalim dhe trajtim në kohë. Diabeti është një sfidë, por me kujdesin e duhur oral mund të ruani shëndetin dhe cilësinë e jetës suaj.